إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin me sinqeritet rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikurën e fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat, risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira është një të keqen, mirë po edhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Allahu në ka informuar se qëllimi i krijimit tonë është që të adhurojmë atë. Dhe për atë në ka shëruar të vërtetën për të kotës, dritën për errësirës, në ka treguar një realitet se kjo dynja është kalimtare, që njeriu nuk është i përhershëm këtë botë, mirë po është mejdan me vepruar dhe të përgatitur për një ditë kur dalim për Allahut Azza wa Jall, nga se kjo dynja është e përkohshme, e ahireti është i përhershëm. Këto jem disa vite, atje do të jem për herë, këto do të punojmë, atje do të llogaritemi. Mirë po, pavarësisht kësaj se përfundimi është ahireti, se kënaqësia e vërtet është ahireti, Allahu Azza wa Jall për të mos mashtruar njeriu në këtë botë me disa bukurit kësaj bote, e ka bërë jetën në kësaj bote që tjetë jo e këndshme, e vështirë. Laqad khalaqnal insana fi kabad, e kemi krijuar njeriu që vazhdimisht është në stres, vazhdimisht është duke luftu, vazhdimisht është tu përpjek që faktikisht mos me i kem pas çdo sfida, që i ka jeta dhe shumë letë dhe kish mujtë mu mashtru njeriu me thonë se që kjo është ajo jeta dhe s'ka asgjë për te i saj. Mirë po kështu e ka bëjë Allahu këtë botë, që thjesht njeriu me konë mbetej me veten tonë, mbetej me shejtanin, me sprovat e ndryshme që na vinë qoftë në aspektin e rrezikut, në qoftë familjes, e kështu me radhë, dhe na dim për jetës tonë se nuk e mbyllëm një problem vetëm se çelet një tjetër, se kjo është natyra e jetës. Edhe në qëton që ose se kemi kuptuar, atëherë dije se ke kuptuar fare jetën. Në po prap, edhe pse jeta është e tillë, Allahu Azza wa Jall kalon do mekanizma se qysh mu menaxhu kjo jetë, që kina të shmëri e jetës me këto sfidat që i ka,
me ardhë me lehtë edhe njeriu me kalue me ma lumturi edhe me ma qetësi edhe me rahatlak. E prat çështja fillestare që duhet me ditë se cilin njeri qofse dën përkundrazi jetës që është e vështirë me kalu bukur dhe mirë dhe rahat, është që mju përmbajt imanit, veprave të mira, devotshmërisë, se lumturia vërtet është në këtë çështje. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kush do që bën vepra të mira e që qoftë ai mashkull apo femër, duke qenë besimtar, dhe të bëjmë që me jetu një jetë të lumtur, një jetë të qetë dhe të jetë të rahatshme. Pra thjesht qofse dënë qetësinë këtë botë, rahati mbrëmja asaj që Allahu azza ka lejuar me qenë rahati këtë botë, atëherë duhet të jesh i devotshëm, të largohesh mëkateve, se nuk ka rahati nëse gënjen njeriu. Nuk ka rahati nëse njeriu bën immoralitet. Nuk ka rahati nëse njeriu i përgojen të tjerët. Nuk ka rahati nëse njeriu i bën zullum tjerëve. Nuk ka rahati nëse një njeri i merr një njeri borxha se ka jetë me kthy. Nuk ka rahati, se borxhi në esencë, kanë thonë dietarët, është poshtrim ditës e stres dhe ankthi natës. Pra thjesht nuk ka qetësi në mëkate. Qetësi vetëm ka kur njeriu i bindet dhe i përullet Allahut azza wa jall. Kjo në generale. Mirë, po janë disa vepra të cilat në shariatin tonë kanë ardhur në formë më konkrete më na tregu se përkundrazi jetës vërtërsive që i ka, qofse njeriu i ka parasysh disa thash mekanizma dhe disa elemente me lejen Allahut azza wa jall jeta do të jetë më e lehtë. E para e tyre gjithmonë është çështja e njohshmërisë së Allahut azza wa jall, çështja e tauhidit, çështja e njësimit të Allahut azza wa jall, çështja me besu se është vetëm një Zot, se ai ka çështjet në dorë, edhe të mirën edhe të keqen, dhe atë që ka gjykuar Allahu azza wa jall nuk ka mundësi dikush me kontestua apo me ndru. Thjesht atij që jep, Allahu azza wa jall jep për mirësinë e tij, nga mirësia e tij. Mirë, po atij që janë për shkak të drejtësisë tina. E thjesht kuptime të ndryshme lidhje me madhrinë e Allahut azza wa jall që e bën njeriu me qenë i qetë dhe i rahatshëm këtë botë. Një prej dietarëve ka lënë pranë njeriu edhe sheh që është në stres dhe në dhankth, e thot çka ki? Thot a mendon, po të i bëj vetëm 3 pyetje. A mendon që nëse Zoti ka caktuar diçka në këtë botë, ku me ndodhë diçka ndryshe? Thot jo. A mendon thot që atë rrezikun që Zoti ta ka shkruar ty me e marr, nuk ku me të ardhë dhe ku me marr dikush tjetër? Apo mendon që ato sekondat, qindat e sekondit të jetës tënde që Allahu azza wa jall i ka shkruar me jetu, nuk kimi i përmbush? Thot jo. Atëherë pse stres? Pse ankth? Pse shqetësim? Qofse këtë dynjaja mu që me mundu me të bëjë zullum, e me të bëjë dëm, nuk kanë mundësi me të bëjë ma tepër se që Allah azza wa jall ka caktu. Këtë dynjaja mu që me të marë riskun që të ka caktu Allah azza, s'ka mundësi me të marë kërkush. Këtë dynjaja mu që me të marë edhe jetën, pa ardhë dakiko, pa ardhë dhe më thona i momente që Allahu azza wa jall ka shku ti me vdek, nuk i me vdek. Atëherë pse me majtë stres edhe ankth dhe shqetësim, qofse thjesht e ki këtë bindje që Allahu azza wa jall është krijuesi, Allahu azza wa jall është furnizuesi, Allahu azza wa jall është mbikëqyrësi, është ai i cili jep jetë, merr shpirta, është ai i cili domethënë e largon dëmin, e bën të mirën e kështu me radhë. Thjesht këtë bindje do të më pas vëllezër të nderuar çdo besimtar, qofse don me qenë i qetë dhe i rahatshëm këtë botë, me besu Allahun azza wa jall dhe të fuqishëm, me besu fuqinë e tina, urtësinë e tina, drejtësinë e tina kështu me radhë, se sa më tepër të njohim Allahun azza wa jall dhe njohim madhështinë e tij, atëherë sa më të lehtë dhe më të qetë e kemi jetën në këtë botë. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat është çështja e përmendjes së Allahut azza wa jall. Me përmend Zotin sa më shpesh, njeriu rahatohet sa më shumë. Nga se njeriu qofse njeh madhështitë e Zotit edhe don atë Zot, njeriu nuk qetësohet vetëm se kur e përmend atë që don. Zoti e ka kriju njeriu në formë të tillë që ka zbrazësirë
në zemrën e vetë, në shpirtin e vetë, që krejt dunjon mja sjell, edhe pasurinë e dunjas, edhe bukurit tjera kësaj dunjaje, kur nuk kanë mundësi me përmbush në fjalë që e thua subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, nga se përqita Zotin e ka kriju. Edhe çdo sen tjetër që mundohesh më u preokupue, edhe me zavendësu që të qëllim për që Zot ka kriju Zoti, kur s'ke me gjetë rahatin këtë dunja, sa do që ki me pretendu se ki të mirët e dunjas, e ki familjen e madhe, ki autoritetin e madhe, ki pasurinë e madhe, kështu me radhë, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, ata që kanë besuar dhe me përmendjen e Allahut azza wa jall ju qetësohen zemrat, e nuk qetësohen zemrat vetëm se me përmendjen Allahut azza wa jall, ashtu siç ka qenë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata është edhe namazi vëllezër të nderuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thoshte Bilalit thirr ezanin, i thoshte thirr ezanin që të qetësohem namaz. E përmendim Allahun azza wa jall, qetësohemi. Kur kishte ndaj farë problemi të jetës apo me mushrikt apo diçka tjetër, fazi'a ila salat, ka shpejtonte namaz, sa aty e gjente prehen dhe qetësin duke përmendur Allahun azza wa jall, e nuk ka punë e vështirë këtë botë vetëm se me përmendjen e Allahut azza wa jall nuk lehtësohet. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat është çështja e sabrit, që njeriu me pas sabër në këtë botë, mos me qenë ai i cili reagon në afekt, qoftë në atë që ka herë i ndodhin caktimet Allahut azza wa jall, kader, smundje, humbje pasurisë e kështu me radhë, qoftë ajo ndonjëherë ndonjë fjalë, ndonjë shqetësim, ndonjë dëm që ta bojnë njerëzit, realisht besimtari thash është i qetë, besimtari ka sabër. Aja e udhëheq në këtë jetë, se thash beson fuqishëm kaderin e Allahut azza wa jall, se s'ka pas ndryshe me ndodh. Atë që ka caktuar Allahu azza wa jall, s'kish pas ndryshe çka me ndodh. Atë që nuk e ka caktuar Allahu azza wa jall, këtë dunjaja më mundu, nuk ishte për me ndodh, nga se çdo gjë është nën përcaktime dhe kaderin e Allahut azza wa jall. Pra thështë shumë edhe e olt, qofse njeriu e dëgjon një fjalë apo në ndodh një fatkeqësi, anë një problem, edhe faktikisht fillon mu anku, fillon mu stresu, thu se faktikisht nuk ka përjetuar kur asnjë të mirë për Allahut azza wa jall. Dashur të Allahut, pejgamber të Allahut azza wa jall, njerëzit më të mirë që kanë ecur mbi sipërfaqen e tokës, janë sprovu. Edhe sprova më të ndryshme, natë edhe në derën e tyre, natë edhe në personalitetin e tyre, edhe ju kanë thonë jenë çmendur, edhe janë fallxhi, edhe domethënë janë sihirbaza, edhe kështu me radhë, edhe faktikisht e kanë të i kaluar sfidat me sabër, edhe kanë qenë shumë më të kënaqur, edhe më të lumtur se ata të cilët i kanë bë këta akuza. E pratë besimtari se besimtar duhet me ngrit nivelin e tina, me ushtru veten, me ushqy veten me sabër, edhe kjo me konë sifat i tina i përhershëm, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka thonë se nuk jesh dhën njeriut mirësi më e madhe, dhurat më e madhe se sabri që japet atina në sprovat e tina. Çështja tjetër vëllezër të nderuar, që njeriu me të ka mundësi me i kujtue vetën e vetë, që me qetësu vetën dhe me rahatu vetën dhe me pas një jetë më të lumtur, është që me konë bëmirës, me ndihmu tjerëve, me dhonë tjerëve. S'po thëmë dështë edhe me dhonë veç materialisht, po edhe me ndihmu nështë edhe fizikisht, po mos musht edhe fizikisht, nështë edhe vetëm me autoritetin tënë, me ndërmjetësimin tënë, me i bo mirë dikujna. Nuk ka kënaqësi më të madhe se kjo punë. Realisht, këtë e përjeton çdo njeri që jep edhe ndihmon tjerëve. Besa dhe pa besimtar, hiç nuk beson në Allahun azza wa jall. Mirë po a din çfarë lehtësimi ndjen njeriu kur ndihmon tjerëve. As ka ardhur njeriu që ka te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Rasulullah, zemra e mu ngursu. Po e ndjej veten se zemra mu ka baguri. Ka thonë ushqej të varfrit edhe përgdhele kokën e jetimit. Se që aty keme zbut zemrën, që aty keme gjetë knatësin, që aty thjesht kemu lumëtëru, thjesht kër njëri u jep, ndjen knatësi më të madhe se dhe ai që përfiton,
E thash këtë e ndjem nëse besimtar, mirë po edhe ndjen ata që nuk janë hiç fare besimtar, se s'ka kënaqësi dhe s'ka rahati më të madhe se ai i cili jep sidomos ai i cili jep për Allahun azza wa jall, hel jaza'u l-ihsani illa l-ihsan. A ka shpërblim për bamirësinë, vetëm se bamirësia, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që Allahu azza wa jall është në ndihmën e robit përderisa robi është ndihmën e robëve të tij. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, vetëm dy çështje do të cekun në këtë temë për cilën jam duke folur, se njeriu ka mundësi me menaxhua jetën e tij që të ketë më të qetë dhe më të lumtur, pavarësisht natyrës së jetës, e cila ka sfidat dhe problemet e veta. Prej tyre, vëllezër të nderuar, është çështja që njeriu me ka një kënaqur me atë që Zoti ja ka dhënë, pavarësisht se është ajo pasuri e madhe apo e vogël. Nga se nuk është çështja se sa ki, po çështja sa je i kënaqur me atë që të ka dhënë Allahu azza wa jall. E kjo është pasuria më e madhe. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se nuk është pasuria vërtet pasuria e mallit, po pasuria vërtet është pasuria e zemrës. Se ka njerëz që këtë dynjon e kanë pa alejen tënd, alejen të rritur, edhe s'ngopën. Ama ka njerëz që thjesht në 7 ditën muj menzi e kalon. Mi po kur të pyetsh çdo ditë në fjalët elhamdulillah tona të mirat i kam. Se zemrën e ka të pasur, zemrën e ka të kënaqur. Ka ndodhur në rast pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas çrimit të Mekës, sidomos ju ka dhënë disa njerëzve pasuri që jetojmë ne sa shohin me sy, deve apo dele kështu me radhë. Mirë, po ka pas njerëz që kanë qenë në Islam edhe më herët se ta, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ju ka dhënë asgjë. Edhe sikur kanë filluar dikush prej tyre me diçka në zemër se pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po bën këse dallimesh. Ata që se meritojnë si pas tyre pju jep, ata që kanë kontribuar o të i privuar, as pju jep. E ka thonë pejgamberi së një fjallë, thot atyre që pju jep, janë të rishtaz në Islam dhe kanë frikën se mos po devijojnë. Edhe ka përmen një njeri, ka thonë Amr bin Taglib, pe asoj që e di që e ka në zemër, edhe kur gjohiq, kur mos me i dhonë, e di se kur a i nuk ju me lëvizë. E kër e ka dëgju këtë fjalë, kë Amr bin Taglib, thot, kër e kam dëgju që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mu, fjalë, mirë po dëshmi. Thot, edhe kejtë mi kanë dhonë ato deve, nuk kisha qenë më i kënaqur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me dëshmu se më të vërtet, unë pas kam një zemër të tillë që mi pasur me që e kam nga Allahu azza wa jall, edhe nuk lakmoj në atë që është në dorën e njerëzve, nga se realisht ai që është i tillë e që nuk kënaqet me atë që Zoti ja ka dhënë, ai ose është hasedxhi, ose pak me i hub, faktikisht e humb dëmonturin edhe thjesht nuk bën sabër e kështu me radhë, e nuk ka jetë më të qetë se njeriu më kënaq me atë që Zoti ja ka dhënë, edhe fundit të të nderuar që njeriu duhet me kërku lutje me ba Allahu azza wa jall që thjesht më ia largue edhe stresin, edhe ankthin, edhe shqetësimin, nga se kjo ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej duave të shpeshtat e tij që i ka thonë, ka qenë Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. O Allah, unë kërkoj mbrojtje te ti prej ankthit të atyre gjëra që kanë kaluar, prej stresit të asaj që do të vjen, prej el-jubn wal-bukhl. El-jubn wal-bukhl është njeriu kur me trupin e tij ka mundësi më ndihmu njerëz se bën. El-bukhl është kooperaci, ka pasuri se e bën. Për këtyre dyja thjesht ka kërkuar pejgamberi sa selam mbrojtje. Mi po ka kërkuar edhe el-ajz wal-kasal,
Thjesht njeriu mos me pas mundësi me bë një punë të mirë, apo mos me pas vullnet me bë një punë të mirë. Se dyjat janë, njeriu ka herë s'ka vullnet me bë të mirë, një herë ka vullnet po s'ka kudret. E pe dyja ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe fundit ka thonë: o Zot, mos e bë që më bë borxhet e që më mujt, borxhet që janë me hak, që thjesht njerëzit i lypin, se faktikisht ty ja u ke marrë atyne. Mirë po, edhe më bën njerëz zullëm pa hak, edhe për këtyne kërkojmë mbrojtje, edhe ne bëjmë njëjtën dua, nga që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Edhe për fund, vëllezër të nderuar, e kemi një kërkesë nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, më konkretisht nga Muftia e Republikës së Kosovës, për një vakuf në Prishtinë, që është në proces blerjes së tina, dhe ka kërkuar, domethënë, në të gjitha xhamiat e Kosovës që edhe ne të ndalim ndihmë në blerjen e atij vakufit. Ndoshta nuk ka nevojë me ju tregu për vlerën e vakufit, se është sadaka rrjedhse, që thjesht shpërblimi i saj me lejen e Allahut azza wa jall ecën edhe pas vdekjes tonë, pas shkurjes nga kjo botë. Mirë po, mos e harroni edhe një fakt, se më tepër se 120 vjet në këtë Kosovën tonë, realisht kur farë përkraje, kur për shteteve s'kena pas. Gjithmonë jeni kanë jo populli, edhe që ato vakëfet që kanë mbetur, që kanë qenë një pjesë e sebepeve mas Allahut kryesore që më mbjetu Islami këto treve tona, edhe sot mi pas gjithë këto xhami, edhe gjithë të hoxhallar, edhe gjithë këtë xhamat, pa thjesht mos kurseni, nga se realisht vakëfi është prej instrumenteve më të forta që më mbjetu Islamin në këto troje tona. Allahu azza wa jalla ju shpërblet me të mira. Allahu azza wa jalla na fal neve, fal prindrit tanë dhe fal këtë musliman në përgjithësi. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أذل الكفر المشركين في كل مكان. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.